Të dashur qytetar, këtu nga Kodra e Trimave, në këto orët e fundit të mbetura të kësaj dite të rëndësishme, ju ftoj të dilni e të votoni. Në këtë pasdite të mirë, secili nga ne, le ta shfrytëzojmë të drejtën tonë qytetare dhe të kontribuojmë për qytetin tonë. Ju faleminderit e ju përshëndes përzemërsisht. Të dashur qytetar, të nderuar gazetar, ndonë së është e diel, besoj se sot që të gjithë jemi zgjuar herët në mëngjes, është ditë e mirë për demokracinë dhe vullnetin e lirë. Republika e Kosovës mban zgjedhjet në raundin e dytë, pra për balotazh në 18 komuna të shtetit tonë. Unë përsa votova këtu në Prishtinë, në ndërtesën e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve me të drejtë vote, që ta shfrytëzojnë rastin dhe të bëhen pjesëmarrës e vendimarrës për kryetarët e komunave dhe kësaj për 4 vjeçarin në vijim për ata si banor të komunave të Republikës. Gjithçka do të shkojë mbare mirë, edhe Komisioni Qendror Zgjedhor ka bërë përgatitjet, por edhe që të gjithë komisionerët dhe vëzhguesit tashmë ndodhen në qendrat e votimit. Ju dëshiroj suksese dhe miropafshim. Господин Куртин, може ли една Рапортуар që mbrëm keni qëndruar deri vonë në provincë? Gjatë kësaj fushate, unë kam punuar në 3 ndrime. Pra, unë mban komunave të Kosovës dhe jam përpjekur që të vëzhgoj përgatitjet për zgjedhje, sepse zgjedhjet komunale, lokale janë jo më pak të rëndësishme se sa ato parlamentare qendrore, duke qenë se qytetarët e Republikës janë njëkohësisht edhe banor të komunave dhe është teje të rëndësishme për mirëqenjen, dinjitetin dhe cilësinë e jetesës në përgjithësi se çfarë kryetar të komunave do të kenë. Flet votimi ishte i thjesht, i kishte vetëm 2 emra, njëri prej tyre do e mos bëhet kryetar në mbrëmje, andaj edhe një herë i ftoj qytetarët që ta ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike për ta zgjedhur kryetarin e komunës së tyre. 18 komuna ku mbahen zgjedhjet sot në balotazh janë më pak se gjysma e komunave të Kosovës, por nëse shikoni se për cilat komuna bëhet fjalë, është e qartë se janë mbase mbi 80% të popullsisë së Republikës. Dobar dan svima, danas je dobar dan za demokratiju i za slobodnu volju građana. Ja pozivam sve građane Republike Kosova da upotrebljavaju svoje demokratsko pravo i da izražavaju svoju volju. U 18 opština naše države građani glasaju za buduće gradonačelnike. Jest jedan veoma prostan glasački listić, na njemu su 2 imena, a jedan od njih mora postati gradonačelnik. Kosovo je najdemokratska država u Zapadnom Balkanu, zato pozivam sve građane na pravo glasa da oni upotrebljavaju ovu jedinstvenu priliku da učestvuju i odlučuju o narednim 4 godinama u svojim opštinama. Želim vam uspeh i doviđenja. Today is a good day for democracy and free will. I just voted here in Pristina in the building of Faculty of Law. I invite all the citizens of our republic with right to vote to use this unique opportunity and participate and decide about future mayors in the second round in runoff in 18 municipalities of our country. 18 municipalities, that is less than half of our municipalities overall, but if you see with the number of population, it's over 80% of Kosovo citizens will have the right to vote on this day, and at the same time to decide about next 4 years regarding mayors, public policies, and
well-being and dignity in their municipalities. Even though it's rainy Sunday, it looks like all of us woke up very early this morning. I wish you success and see you soon. Faleminderit shumë.